جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن رواه مسلم. Në këtë hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam le të mos vdes askush prej juve për vetëm se ka mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala. Do thonë ti mos i vi askujt vdekja për vetëm se keni mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala. Dhe Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah thot se kjo është wajib për besimtarin që ai me pas mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala, dhe kjo në të gjitha situatat. Në të gjitha situatat do më thonë me pas mendim të mirë, dhe asesi nuk lejohet që ai me pas mendim të keq për Allahun subhanahu wa taala dhe me i hub shpresat në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Por ajo që është patjetër nga njeriu, nga insani, që ai me pas mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala dhe ti lutet Allahun subhanahu wa taala për sukses dhe që me furnizu dhe me ja lehtësu çështjet e tij. Por duke, thot Sheikhu Sheikh Zeid rahimahullah, duke i zbatuar dhe duke i ndërmarr sebepet sheriatike. Do thonë ti i lutesh Allahu subhanahu wa taala për me ta lehtësu çështjen, për me dhënë sukses, për me dhënë furnizim, por në anën tjetër i bën domethënë ato sebepet të ligjshme. I bën domethënë ato sebepet të ligjshme, pastaj mbështetesh në Allahun subhanahu wa taala. E sidomos, thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, kur është njeriu domethënë në një fazë të rëndë të një smundje dhe ndoshta jo është afru vdekja, atëherë dhe më shumë duhet të përpiqet dhe ta shtrengojnë veten e tij që me pas mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala. Se ai tash ka me taku Allahun subhanahu wa taala dhe me pas mendim të mirë se ai ka mja fal mëkatet dhe ka me ruajt ato nga dënimi i varrit. Dhe shpreson domethënë se do të jetë vari i tij bafqe prej bafqeve të xhenetit, dhe se Allahu subhanahu wa taala do t'ia falë atij të mëkatet dhe do ta forcojnë atë ndaj përgjigjeve që do ja bëjnë melaçet. Kështu domethënë duhet me pas mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala, e asesi nuk guxon me pas njeriu domethënë mendim të keq për Allahun subhanahu wa taala. Pra, e ka sjell Ibn Abdul Hadi rahimahullah këtë hadith këtu, që me tregu domethënë se duhet robi në këtë lloj situate me pas mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala. Edhe njeriu gjatë jetës së tij, edhe kur është i shëndosh, edhe kur është në mirëqenie, e adhuron Allahun subhanahu wa taala me shpresë, me frikë dhe me dashuri. Nuk është as si Khawarijt që e bën një gjë e tillë vetëm nga frika, nuk është as si Murxhia që e bën domethënë vetëm me shpresë, e as edhe si Sufit që e bën një gjë e tillë me dashuri. Por të gjitha këto domethënë i ka të bashkuar në zemrën e tij. Sepse këto ibadete madhështore, el khaufu wal raja wal mahabba, frika, shpresa, dashuria, janë domethënë adhurime madhështore që vendi i tyre është domethënë zemra. Dhe këtu, duke u përgatit domethënë për mësimin edhe duke lexuar këtë hadith, më kujtua shpjeguesi i këtij librit, dietari i madh, dietari kolos, Sheikh Zejdi rahimahullah. Kur Sheikh Zejdi rahimahullah në vitin 2013 vdiq, ose ka qenë ndoshta 2014 në pranverë. 2014, kur vdiq Sheikh Zejdi rahimahullah në vitin 2014, na kanë tregu ma vonë nxënësit e shejkhut, njerëzit të afërt të shejkhut, se hadithi i fundit,
hadithi I fundit, I cili e ka shpjeguar Sheikh Zejdi rahimahullah, ka qenë hadithi men ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Rawahu al-Bukhari. Kush e do takimin me Allahun, Allahu e do takimin me to. Kjo është hadithi I fundit që ky dietar kolosal e ka shpjeguar në mësimdhënien e tij, ndoshta 60 vjeçare dhe më shumë. Këtë hadith domethënë. Kush e do takimin me Allahun, Allahu e do takimin me to. Ky ka qenë hadithi I fundit që ka shpjeguar Sheikh Zejdi rahimahullah.